s'është për një. Trajner? Më falë trajner, Malisheva? Fjallë, s'ka problem arse. Malisheva është një ekip që ka bo politikë shumë të menqër, dhe me thonë, prej formimit si klub. Edhe të transferimi lojtarëve të politika e klubit, të gjitha këto nga pak. Ka ardhë në një moment, mendoj që Malisheva ka pas kualitet 2 vitet e fundit me luftu për titull, a bëhet a nuk del kampionat, del, me vendos gjirët e fundit. Malisheva nuk ka mujt me bo këtë hap, shkaqet janë të ndryshme, sidomos këtë sezon Samiu nuk me potencon, po edhe nuk i kanë referu mirë Malishevës. Do me thonë, s'dia pajtohet me mu. Ka po disa ankesa, një ankesë më duket, Jo disa ankesa, një ankesë, po si kanë referu mirë. Duket ka qenë, apo? Nëse i marim klubet e Superligës, si ju kanë referu si vjetë, menoj që Malishevës, Ferizojt dhe Prishtinës re, janë ekipet ma dëmtume. Dhe më thonë, këta dhëtë me na me theksu si analizë. 2 po bim për ligës, njona nashta kishte me qenë pretendente për titull, nëse kish me qenë referimi ma korrekt për zojna. Sikur që i referojnë... Prishtinën këgja e kanë dëmtu. Prishtinën e kanë dëmtu këgja. Do lojt e fundit, sidomos. Dalëm të Prishtina. Po anë dhe Mësë në këce... Se përmene Prishtinën. Jo, se përmene Prishtinën. Që 2 muaj kanë folë për Prishtinën e për studio. Kejti dim. Veç të përmene. Dalëm edhe të Prishtina, dhe me thonë. Po nuk është kushti që Prishtina është të referimi. Me thonë, ka 10 gabime tjera, e 11 anashtasht edhe si kanë referu mirë dikon. Viktor.